Përshëndetje, Zero people. në një video tjetër. Sot do të tregojmë diçka për ChatGPT-n, një asistent AI që këto kohë të fundit ka filluar të gënjej dhe do të tregoj edhe një informacion që gjatë videos mund të kemi edhe zhurma në sfond, sepse kështu duhet të bëjmë, të kemi pak videon të zjarrt dhe që po thosha unë, ChatGPT këto kohë të fundit ka filluar të gënjej, duke domethënë në kuptimin këtu që unë e pyes për shembull sa është temperatura, ndërkohë që në kompaninë e motit e tregon 17 gradë, kurse ChatGPT-ja thot është 40. Ndërkohë që kur edhe Gemini, asistenti tjetër i ChatGPT-s, thot asistenti i ChatGPT-s, në kuptimin që është si ChatGPT-ja, thot që është 18 apo 17. Ndërkohë që në të vërtetë aq mund të ishte, se të ishte 40 gradë, ne do ishim pjekur, apo si isha edhe në diellun. Pritet s'ka unë, 41 gradë, 40 gradë, thoshte. Dhe për një ushqim që nuk ekziston, ChatGPT-ja fut për bërskoti, ndërsa Gemini është më i saktë se të thot ke ngatruar ushqimin. Për diçka që është domethënë e vërtet, ChatGPT-ja të bën domethënë të vërtet të thot po herë të ndryshon jo. Face near bottom edge. Stop recording video. Button. Për më shumë video të tjera.